Tensionet kundër projekteve turistike në Bregdetin shqiptar janë përshkatëzuar, pasi protestuesit kanë dëmtuar një kantier ndërtimi në zonën e Kakomes në jug të vendit. Pamjet të publikuara nga vendngjarja tregojnë protestues që thyen xhama, rrëzojnë kontenierë dhe hyjnë në territorin e projektit, duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj zhvillimeve turistike që sipas tyre rrezikojnë mjedisin dhe interesin publik. Ngjarja ndodhi në Kakome, një nga zonat më të njohura bregdetare të jugut të Shqipërisë. Sipas raportimeve, projekti i sulmuar nuk ka lidhje me rezortin e planifikuar nga kompanitë e lidhura me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Megjithatë, protestuesit e konsiderojnë atë pjesë të njëjtit model zhvillimi, që po kundërshtohet në shumë zona të vendit. Prej javësh, protestat të ngjashme janë zhvilluar në Shqipëri, kundër projekteve të rezorteve luksoze në zona të mbrojtura ose me vlera të veçanta natyrore. Aktivistët e banorët lokal shprehen të shqetësuar për ndikimin që këto investime mund të kenë në mjedis dhe në aksesin publik ndaj Bregdetit. Ndërkohë, protestat kanë marrë edhe një karakter më të gjerë politik. Përveç kundërshtimit të projekteve turistike, shumë pjesëmarrës po kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke shprehur pakënaqësi ndaj mënyrës së qeverisjes dhe politikave të zhvillimit. Autoritetet nuk kanë dhënë ende një bilanc të dëmeve materiale, ndërsa mbetet për të parë nëse tensionet do të vazhdojnë të përshkallëzohen në ditët në vijim. Protestat kundër projekteve turistike po kthehen gjithnjë e më shumë në një debat kombëtar për zhvillimin, mjedisin dhe të ardhmen e Bregdetit shqiptar.